Gazeta italiane e Observer ka publikuar një investigim mbi marrëveshjen e emigrantëve mes Italisë dhe Shqipërisë, duke zbuluar rezultate të pakta përkundër kostove milionëshe. Gjatë vitit të parë, operacionet janë pezulluar disa herë për shkak të vendimeve të gjykatave italiane, ndërsa punonjësi shqiptar raportuan mungesë trajnimi dhe kushte të paqarta pune. Në qendrën e Gjadrit janë regjistruar mesatarisht 2.7 incidente kritike në ditë, përfshirë tentativa vetvrasjeje. Deputetja italiane Rachel Scarpa dhe eurodeputetja Cecilia Strada kanë denoncuar situatën e rëndë në këto struktura, që u përshkruan si mjediset e izolimit dhe pasigurive. Kompania Mediospes Albania, që menaxhon qendrat e Shëngjinit dhe Gjadrit, ka marrë një kontratë për 133 milion eurosh, por ende pa nënshkruar marrëveshjen përfundimtare. Punonjësit janë detyruar të nënshkruajnë klauzola të rrepta konfidencialiteti, që i pengojnë të raportojnë abuzime. Ekspertët e ligjit evropian e quajnë projektin një trillim ligjor, pasi juridiksioni italian nuk mund të shtrihet realisht në territorin shqiptar. Pavarësisht premtimeve për kushte humane dhe aktivitete integruese, raportet tregojnë një realitet të zymt, me pak emigrantë dhe një proces që ende nuk funksionon plotësisht. Deri në tetor 2025, vetëm 17 persona ishin të ndaluar në Gjadër, ndërsa qindra milion euro vazhdojnë të qarkullojnë në një projekt që mbetet më shumë simbolik se sa efektiv.